Në prajmin e Big Brother VIP, banorët mësuan përmbajtjen e kutisë së Pandorës, mesazhin e babait të Selin për Mirin. Kjo shkaktoi një përplasje të dy banorëve, Miri dhe Selin, ku kjo e fundit u shpreh se ndihet e shokuar që Miri nuk ndryshoi qasjen ndaj saj edhe pas mesazhit të babait. Miri e komentoi mesazhin duke thënë se nuk ndryshoi qasje me Selin për shkak se nuk donte ta konfuzonte banoren. Jam pak e shokuar, por jo nga çfarë ka thënë i mat, nëse e ka parë me atë sy, mendoj se ashtu është interpretuar. Shokohem nga Miri që s'ka marrë veprime të kujdesej, por arriti të thoshte ato fjalë karshimeje në shpellë. Mendoj se s'duhet të kishte marrë shumë si ofendim, por ndim për të ndryshuar qasje, gjë që nuk e bëri kurrë, u shpreh Selin. Ndërsa Miri theksoi, ka qenë emocioni interpretuar nga babai i Selin, nuk kanë qenë gjeste perverse. Me këtë lloj mesazhi që ka thënë diçka që e ka perceptuar ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.